Deputetët e legjislaturës së 8 kishin quajtur zhvillim pozitiv miratimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme me 79 vota për dhe asnjë kundër në qershorin e vitit 2023. Për hartimin e këtij ishin angazhuar mes tjerash krejt partitë kryesore. Është arritur në një konsenzus ndërpartiak për ndryshimet që janë bërë. Edhe kryeministri Albin Kurti kishte folur fjalë të mira për ligjin. Në radhë të parë dua të falenderoj subjektet politike pjesëmarrëse në grupin punues të komisionit ad hoc. Sidoqoftë procesi i zgjedhjeve lokale dhe ai për zgjedhje parlamentare të parakohshme në vitin 2025 bën që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të evidentojë nevoja për ndërhyrje ligjore. KQZ në listën e rekomandimeve ka dhe reduktimin e numrit të kandidatëve të një partie që një qytetar mund të votojë. Me ligjin në fuqi lejohet votimi i 10 kandidatëve për antar parlamenti nga një subjekt politik, kurse ligji i vjetër lejonte vetëm 5. Profesori Jeton Kelmendi thotë se të dyja rastet janë shumë. Mendoj se thelbësore për demokracinë normale është një qytetar një vot dhe duhet që të kthehemi te ky parim, pra të ndahet Kosova në 7 zona. Njësoj vlerëson edhe Vullnet Bugaçku nga Instituti Demokratik i Kosovës. Ideale do të ishte për mua personalisht që në përputhje edhe me parimet demokratike të zgjedhjeve që një qytetar një vot. KQZ-ja nënvizon nevojën për numërim digjital të votave pas devijimeve të mëdha që u hasën në zgjedhjet e fundit. Kjo do ta thjeshtësonte dhe do ta përshpejtonte në tërësi numërimin e rezultateve të votave, qoftë për kandidat, qoftë edhe për partitë politike, dhe krahasoj unë besoj që do të mundsonte që të ulet mundësia e manipulimit të votës. Madje Bugaçku kërkon që të avancohet transparenca financiare e kandidatëve në zgjedhje. Duhet shikohet mundësia edhe që të rregullohet edhe të sankcionohet çështja e financimit të palëve të drejta për kandidatët edhe për partitë politike. Pra ne kemi jo pak raste kur të partitë të drejta organizojnë dhe financojnë fushatat e kandidatëve për deputet. Me ligjin e ri për zgjedhje u aktivizuan edhe qendrat komunale të numërimit. KQZ-ja madje ka rekomanduar edhe shtyerjen e afatit për organizimin e zgjedhjeve nga 45 në 60 ditë, që mund të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Në datën kur KQZ-ja ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve, kryetari Kreshnik Radoniqi ka kërkuar që komisioni të jetë më i përfshirë në rast se vendoset për ndryshime ligjore.